إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لازر تداشر مسلمان سبحانه الله عز وجل që këtë mejlis Allahu të ban një mejlis të khejrit, një mejlis të dijes, një mejlis I cili u janë të buar për të adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala, të madhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, të mësojnë fejnë Allahut azza wa jall, të përjetojnë dhe të punojnë ata, dhe kanë çka të tregojnë para Allahut azza wa jall, për veprat e mira që kanë bo. Lusë Allahun subhanahu wa ta'ala, që këtë mejlis Allahu të ban një mejlis të gjendet të live, edhe ata të cilët I ndëgjajnë me vëmendje porositë e Allahut subhanahu wa ta'ala, I ndëgjajnë porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe I vendosin në zemrat e tyre dhe jetojnë si pas planit të islamit dhe ashtu që të shpëtojnë para Allahut subhanahu wa ta'ala. Lezër të dashur musliman, e di që çdo herë dhe gjithherë xhamati ndëgjojnë ligjërata. E di që gjithmonë edhe kërkojnë dijen e fesë Allahut azza wa jall. Por ja çdo hutbë duhet me përcjell ka një mesazh, edhe pse kohën e kemi shumë të ngushtë për me përmbledh diçka të dobishme dhe ta përcjellim. Lezër të dashur, na e përjetuam një ndrim të vitit që konsiderohet viti I ri, ndoshta fest për të huajt, por na mund të quajmë se vërtet është ndryshu, ka ndryshu një vit, ka kalu një vit, dhe ligjërata mund të quhet si duhet të përgatitet besimtari për një vit më të mirë. Se vitet kalojnë dhe nuk janë thjesht ditët e Allahut azza wa jall që kanë kalu, përveç se një hambar, përveç se një thesar, I cili gjithë nga ne ka vepru, e ka fol, e ka bo dhe shka ka bo dhe krejt, aty janë fut, dhe që ato dit, që aja kohë, që ato momentet të cilët I ke përjetu dhe I ke kalu, ata kanë me u hapën para Allahut azza wa jall, dhe çdo minut, dhe çdo orë, dhe çdo ditë, dhe çdo javë dhe muaj dhe vit kanë me dëshmu para Allahut për veprat e tua që ka ke punu. Ajo që ka kalu nuk kthehet. Atëherë nuk është thjesht vetëm ditë që do të vinë, por për besimtarin e mençur është një vit I cili vjen dhe ban plane se edhe xheneti e Allahut përfitohet duke u përgatitur me veprat e mira vëllezër. Allahu azza wa jall I thërat besimtarët me një ajet ku thot: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Ja ejuhalladhina amenu takullah, o ju të cilët keni besuar Allahun, keni frikë Allahun, wal tandur nafsum ma qaddamet li ghad, dhe la ta shiqan çdo kush nga ju çka ka pregadit për nesër. Çfarë plani ka bo që të punoj dhe të veproj dhe të pregaditet për një ditë kur do të ballafaqohet me Allahun Azza wa Jall. O ju të cilët keni besuar, thirrje e veçantë për njerëzit besimtar, për njerëzit imanili, për njerëzit që ja kanë dhënë besën Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo thirrje është vetëm për muslimanët o vëllezër. Allahu thërret besimtarët, njëherë keni frikë Allahun, sepse një njeri që nuk bën llogari në frikën e Allahut, në frikë respektin ndaj Allahut Azza wa Jall, te ai mundet humbet turpi, mundet humbet mirësia, mund humbet humaniteti, mund humbet dashuria, mund humbet gjithçka, shkaku se nuk e ka frikë Allahun Azza wa Jall. E si e ka njoftën sahabët devotshmërinë, ka thonën Aliu radiallahu anhu, devotshmëria apo takvalluku është të pregaditmi me vepra të mira sa kemi mundësi, ti braktisim mëkatet sa kemi mundësi, dhe çdo punë që e punojmë ta bëjmë llogari, se do të pyetemi para Allahut Azza wa Jall. Kështu duhet ta kuptojmë devotshmërinë. E Allahu thërret, o ju të cilët keni besuar Allahun, keni frikë Allahun, bëni të devotshëm. Para çka ju thirrmi tash, wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Dhe çdo shpirt, çdo njeri le ta këshyre se çka ka pregadit për nesër, çka do t'i thotë Allahut Azza wa Jall. Do thotë, të boje plan se si ta mbushe kohën e ti para se të shkoje te Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, që transmetohet hadithi nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, thot, shfrytëzoni 5 gjana para se t'ju kapin 5 gjana të tjera. Shfrytëzoje rinin para se të të zënë pleqnia. Shfrytëzoje fuqin para se aja të të humbet. Shfrytëzoje pasurin para se aja të tretet, të shkatrotet se të humbet pi dorës tënde. Shfrytëzoje kohën para se aja të kaloje. Shfrytëzoje jetën para se të kalojsh te Allahu Azza wa Jall. Shfrytëzoje rinin, o rini e dashur, dhe mos mendoni se rinia nuk pyetet para Allahut. Mos mendoni se me laçe e vdekjes rinit nuk i viziton. Mos mendojni rinia se nëse në rini i baj keq, edhe vjen një kohën e do të pendohem, ma vonë kur dhe plakëm, e çka thu që nëse zemra jote ngulfatet në mëkate dhe atë kur ngulfatet në mëkate, të mirën e njeh të keqe dhe të keqen e njeh të mirë, dhe pas asaj ti nuk tipet shans që të pendohesh. O rini e dashur, sigurisht namazi jatë, veprat e mira që i ban janë më të vlefshme dhe më të dashura dhe më të mira te Allahu se se një që është i plak. Nuk i nënçmojnë pleqnin. Allahu i rujt pleqt se mos me qenë pleq xhamia të mbyllen. Por me rini ndihmohet edhe feja Allahut. Me rini ndihmohet lagja, katundi dhe vendi. Me rini vlezër bohen çudira, se rinia është produkti
më profitabile, qoftë e islamit dhe e një kombi dhe një populli. Po që se rinin e kemi të shëndosh, gjithë shka regullohet. Atëherë, rinia e dashur të shfrytëzoj dhe të bëj plane që të afrohet të Allahu Azza wa Jall, njëkohësisht me pendim, me moral të mirë, me edukat, me vepra dhe të afrohet me familjen, me shoqërin dhe t'jep dobi aty ku shkon dhe t'jetë qelsi hajrit. Se rinia është më e çmuar. Ta shfrytëzojnë shëndetin para se të humbet, se shumë njerëz kanë bërë plane vitin e kaluar, do ta bëj këtë, do ta bëj këtë, tash nuk lëvizin ata. Ndoshta janë paralizuar, ndoshta janë çmend, ndoshta janë bo me halle tjera të cilën nuk kanë mundësi t'i punojnë veprat e mira. Shfrytëzoje shëndetin para se me zonë smutia. Shfrytëzoje kohën, na te koha e kemi, te ditët dhe vitet që vinë, me planet e mira vëllezër, dhe planet e mira janë të shumta në islam. Nëse ju thamë për këtë botë, hoxha nuk jap prej këtu si ju të zgjidhni çështjen ekonomike, por kisha thonë, ai i cili din ta zgjidhe problemin e financave në familje, punon me dorën e vet, është një sukses shumë i madh që Allahu e don. Por prej këtu u përcjellim më tepër që t'jeni më të ndërgjegjshëm ndaj Zotit, se me Zotin i kemi kput raportet. Shumë njerëz nuk falen, mos e lën të zëojnë e viti tjetër pa qenë namazli. Mos e lën në vitin tjetër pa qenë njeri me moral dhe me edukat të cilën kënaqet Zoti. Mos e lën, por mbushe kohën me veprat mira, se nëse ti nuk e mbushën kohën me veprat mira, sigurisht te Allahu subhanahu wa taala do dalësh i dështuar dhe koha ka me qenë kundër teje, para të thonë nëse ti nuk e shfrytëzon kohën, koha është sikur shpata, dhe shpata thotë nëse ti nuk e pret, aja ty të pret. Mbushe kohën me vepra të mira, se Allahu betohet për kohën dhe thotë wal asr innal insana lafi khusr. Pasha kohën, me të vërtet njeriu është në një humbje të sigurt. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, përveç se ata të cilët kanë besu një besim të drejtë dhe kanë punu punë të mira. Domthonjë kanë besu ashtu sikur që kanë besu pejgambert e Allahut, që kanë besu sahabët, që e kanë përcjell besimin e drejtë tabiinët, ulemat e mëdhej deri në kohën e sodit. Kanë besu Allahun, se Zoti është krijuesi, sunduesi, rregulluesi, furnizuesi, ai i cili dhuron jetën dhe vdekjen, dhe Zoti është ai i cili e mbizotron ditën e gjykimit dhe ditën e llogarisë dhe do të na pyes neve për kohën që e shfrytëzojmë. Wal asr innal insana lafi khusr. Pasha kohën, me të vërtet njeriu është në një humbje të sigurt, illa alladhina amanu, përveç se ata që kanë besu një besim të drejtë, wa amilu salihat, dhe kanë punu vepra të mira. Wa tawasau bil haq, dhe ata kanë qëndru në të vërtetën, wa tawasau bis sabr, dhe kanë duru derisa ata i ka zonë vdekja. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhërone Allahun e juaj deri të jëzën vdekja. Dhe adhëroje Zotin tënd deri të të zën vdekja e vërteta. Për atë vëllezër, për atë Allahu Azza wa Jall betohet në kohën, se koha është diçka e madhe. Besimtari ban plan që të afrohet Allahu Azza wa Jall, do të thote jo ta mendoj se ndryshoj viti, por të thote këtë vit që do vije, do të punoj më shumë. Do të vinë tash
Ja jemi në muajin në Rajab, një ndër muajt e mëdhaja të cilët Allahu i ka dhënë theks të veçantë që të largohemi nga mëkatet. Njëjtën kohë dhe të pendohemi, sepse pejgamberi Allahut subhanahu wa ta'ala, pejgamber ka qenë, ka thënë ja ejuhan nas, tubu ila Allahi wa astaghfiruh, fa inni la astaghfira fi yawmi 100 marra. Ka thënë o ju njerëz, me të vërtet unë jam pejgamberi Allahut dhe kërkoj falje te Allahu azza wa jall 100 herë në ditë. O ju njerëz, pendoni te Allahu dhe kërkoni falje, se unë si pejgamberi Allahut kërkoj tobe dhe istighfar 100 herë në ditë. Ai s'ka gabu, ka qenë i garantuar me xhenet, ka qenë i mbrojtur nga mëkatet, por ai ka kërku falje pi Allahut se jemi rob, na mësoje neve se si duhet gjinmi para Allahut azza wa jall. Hasan al-Basria tha, besimtari i mirë kur qohet në mëngjes, ditën e fillon mos boje mëkat. E bën llogari mos boje mëkat. Natën e mbaron duke u pendu nëse ka gabu diçka. Besimtari i mirë, vëllezër, është ai i cili viti që ka kalu, nëse ka dështu dekont e përmison dështimin. Nëse ka bode një punë të keqe, do më thonë e ka largu dhe pregaditet për të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu e lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që vitin që vjen dhe vitin që vin, Allahu na baft më të mirë se sa ata që kemi qenë në vitin e kaluar, ja Rabbel Alamin. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që rinin tonë Allahu ta udhëzojnë në rrugë të drejtë. Pleqve tonë Allahu të jep shëndet, mundësi, lumturi në jetë. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala të sëmurit tonë Allahu të shëron, të burgosurit tonë pa të drejtë Allahu të liron. Muslimanve gjithë andej në përbot, ku janë që dhunohen, masakrohen, mbyten, Allahu t'i liron nga kriminalët dhe që jep paqen gjithë andej, ja Rabbel Alamin. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala musliman wa Allahu të ndihman. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala sikur takomi kësi me gjlisa, Allahu të në takojmë me gjliset më të mirë se sa kjo në këtë botë, sikur kjo këtu dhe në botën tjetër, bashkë me pejgamberët, dëshmorët dhe njerëzit e mirë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم استر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا يا مجيب السائلين اللهم انصر المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا منهم سالمين غانمين يا رب العالمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة